Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vëllezër të dashur, edhe sot I kemi disa rregulla prej rregullat e tefsirit, të cilat I ka përmend Ibn Uthaymini në librin e tij, Baza në tefsir. Sheikh Ibn Uthaymini, Allah më shof, ka thënë: Kurani fisnik është burimi I shariatit islam, me të cilën është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek të gjithë njerëzit. Allah I lartësuar ka thënë: Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. I lartësuar qoftë ai që I ka zbritur dalluesin robit të vet. Por dalluesin është një prej emrave të Kuranit el-Furqan, që dallon të vërtetën nga e kota, që të jetë paralajmërues për botët. Po ashtu I lartësuar I ka thënë: këtë libër ta kemi shpallur ty o Muhammed për t'i nxjerrë njerëzit me lejen e Zotit të tyre nga errësira në dritë në rrugën e të plotfuqishmit të denjit për çdo laft, Allahut, të cilit I përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë, mirë mohuesit për dënimin e ashpër që I pret. Po ashtu suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është burim I ligjvënies, ashtu siç e ka potencuar Kurani. Allah I lartësuar ka thënë: kush I bindet të dërguarit, I është bindur Allahut. Sa për ata që kthejnë kokën më një anë, ne nuk të kemi dërguar që të jesh rrejtar I tyre. Pra ata të cilët nuk ndjekin ty, atëherë ne nuk të kemi dërguar që të jesh rrejtar I tyre. Po ashtu I lartësuar I ka thënë: kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur. Pra Allahun dhe të dërguarin e tij. Njashtu I lartësuar I ka thënë: çfarëdo që t'ju jap I dërguari, merreni atë, e çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Gjithashtu I lartësuar I ka thënë: thuaju o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju doj dhe t'ju afal gjunahet. Allahu është falës I madh dhe mëshirëplot. Zbritja e Kur'anit. Sheikh Ibn Uthaymini, Allah më shërof, ka thënë: Kur'ani I ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam së pari në natën e Kadrit në Ramazan. Allahu I lartësuar ka thënë: Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm ata në natën e Kadrit. Pra e zbritëm Kur'anin në natën e Kadrit. Po ashtu Allah I lartësuar ka thënë: ne e zbritëm Kur'anin në një natë të bekuar, që është nata e Kadrit. Vërtet ne gjithmonë kemi qenë paralajmërues. Në atë natë të zbritjes së Kur'anit vendoset çdo punë e urtë. Pra që dini, caktimi që është përvjetor, që përcakton në natën e Kadrit ato që do të ndodhin gjatë vitit. Pra çdo natë Kadrit, pra është përcaktimi vjetor. Njashtu I lartësuar I ka thënë: muaji Ramazanit është ai në të cilin ka zbritur Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit, plot me shenja të qarta për rrugën e drejtë dhe dallues, pra I sëmires nga e keqja. Kur I ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpalla hynore, I ka pasur 40 vjet, sipas asaj që është e njohur te dietarët. Kjo gjë transmetohet nga Ibn Abbasi, Allah qoftë I kënaqur me të dytë, Atau, Said ibn Musayyib dhe të tjerë. Në këtë moshë njeriu piqet, I plotësohet mendja dhe I percepton gjërat në mënyrë më të përkryer. Ai I cili ka zbritur Kur'anin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu është Gjibrili, njëri prej melekëve të ndershëm, e që kanë pozitë tek Allahu. Allah I lartësuar ka thënë rreth Kur'anit: nuk ka dyshim se ky Kur'an është zbritje e Zotit të botëve. Atë e zbriti shpirti I besueshëm, pra Gjibraili, në zemrën tënde o Muhammed, që të jesh nga ata që paralajmërojnë. E zbriti në gjuhën e qartë arabe. Gjibrili alayhis salam kishte cilësi të lavdëruara dhe madhështore. Po vëllezër, duhet me ditë që Allah I lartësuar atij përkasin emrat më të bukur edhe cilësitë më të larta. Ja ka zbrit një meleku
që ka pashtu cilësi të lavdrune dhe madhështore. Pashtu Gjibrili ja ka zbrit dikujt i cili ka cilësi të lavdruara dhe madhështore. Pra është zinxhir i pa shkëputur, zinxhiri pa shkëputur. Gjibrili a.s. kishte cilësi të lavdëruara dhe madhështore si fisnikëria, forca, afërsia me Allahun e lartësuar, ka njerë vëllezër njëre për thosë subhanallah, Allah në ka kriju njerëz, meleket i bindën Allah të lartësuar edhe nuk lodhen. Kurse ne jemi urdhëru edhe nuk i zbatojmë urdhrat. Jemi ndalu prej disa gjanave edhe nuk largohemi prej tyre. Allah na fal mëkatet. Pozita dhe respekti të meleket, besnikrin, bukurin dhe pastërtin, gjë që e bëri kompetent për që të jetë i dërguari i Allahut të lartësuar, duke ja zbritur shpallën e tij hynore tek të dërguarit e tij. Allah i lartësuar ka thënë për të, pra për Gjibrilin a.s. se ky Kur'an është fjalë e kumtuar prej një të dërguari fisnik, që zotron fuqi dhe pozitë të lartë të Zoti i Fronit, që është i respektuar atje dhe besnik. Po ashtu i lartësuar i ka thënë, atë ja ka mësuar atij një engjëll, shumë i fuqishëm, Gjibraili. Pra ja ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, pra Gjibrili alayhis salam, i përsosur në krijim, që ju paraqit qartë në horizontin më të lartë. Një ashtu i lartësuar i ka thënë, thuaj, atë Kur'anin e ka zbritur shpirti i shenjtërisë, pra Gjibrili alayhis salam, nga Zoti yt me të vërtetën, për t'i përforcuar ata që besojnë dhe për të qenë udhërfyes dhe përgëzim për muslimanët. Allah i lartësuar na ka treguar cilësitë e Gjibrilit, i cili ka zbritur me Kur'an nga ana e tij, pra nga ana e Allahut të lartësuar. Këto cilësi po ashtu tregojnë për madhështinë e Kur'anit dhe kujdesin e Allahut për të, nga se nuk dërgohet me të dikush që është i madh vetëm se për çështje të mëdha. Pra nuk është dërgu me Kur'anin fisnik dikush i cili është i madh, që këtë rast është Gjibrili alayhis salam, vetëm se për çështje të mëdha. Ajetet e para që kanë zbritur nga Kur'ani. Sheikh Ibn Uthaymeen vazhdon, Allah më shërof, ku thot, ajetet e para të cilat kanë zbritur në formë absolute e të prerë janë 5 ajetet e para të surës Al-Alaq. Këto ajete janë: lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. E krijoi njeriu nga një droçk gjaku. Lexo Zoti yt është bojari më i madh, i cili me anë të penës ja mësoi njeriut ato që nuk i dinte. Pastaj u ndal shpalla hynore një kohë. E pastaj zbritën 5 ajetet e para të surës El-Muddathir. Këto ajetet janë: o ti mbështjell, për o Muhammed, qohu dhe paralajmëro, pra paralajmëroj njerëzit. Zotin tënd madhëroje, rrobat e tua pastroj dhe largohu nga ndyrësia, pra adhurimi i idhujve. Nga se ndyrësia mund të jetë fizike edhe mund të jetë kuptimore. Mirë vëllezër, po ju bëj një pyetje. Allah lartësuar po i thot pejgamberit se në rrobat e tua pastroj. A mund të marr prej kësaj argument që është obligim me pastru rrobat apo jo? Kur njeri do të më fal. Çka mendoni? Koncentrana pak. Jena të fol për ajetet e para të cilat kanë zbrit pas 5 ajeteve të surës Al-Alaq.
Për namazën, një urdhërori ka thonë, për namaz. Ishdio, u konë namazin... Që ka pas obligim namazin të? Namazin që konë... Disa dietarë kanë thonë, kjo ajet është argument për obligueshmërinë e pastrimit të rrobave. Për namaz normal, se për çka kemi pastru? Është për qëllim për namaz, esenca. Mirë, është obliguar namazi këtë kohë, po jo fillimi, sipas mendimit më të saktë është që dhe veprat e tua pastroj. Allah i lartësuar, domethënë rrobat i ka quajtur sikurse vepra. Nga se njeriu me veprat e tij domethënë i ka sikurse rrobat e veta. Që rrobat e tij me i pastru. Edhe që përmendëm ndyrësinë është për qëllim ndyrësia e idhujve, pra nga shirku. Nëse të fillim hala s'ka zbrit ajeti për mu largu nga papastërtit, mi po është për qëllim nga papastërtia e shirkut. Tek dy koleksionet e sakta të Buhariut dhe Muslimit shënohet nga Aisha Allah që thinoshëm atë se ka treguar rreth fillimit të zbritjes së shpallës hynore, ku thotë. Pra hadithi është më i gjatë, mirë po ajo e ka përmend shehu. Derisa i erdhi e vërteta, ai duke qenë në shpellën Hira, atij i erdhi meleku dhe i tha, lexo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, nuk di të lexoj. E deri në fund të hadithit. Në hadith është përmendur, pastaj i tha, lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi gjithçka. E deri te fjala e Allahut, jo mëson njeriu ato që nuk i dinte. Pra i bën vëllezër sipas kësaj, që ajetet e para, të cilat i kanë zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilat janë? Pesë ajetet e para të surës Al-Alaq. Ku i kanë zbrit? Shpellën Hira. Se tash do të na vjen një hadith që në kuptimin e parë dukshëm i bën që ajetet e parë që kanë zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë pesë ajetet e parë të surës Al-Muddathir. Vëllezër, po tham subhanallahu far mirësie të madha kena që në mesin ton, në umetin islam, kemi trashëgimtar të pejgamberëve vëllezër, të cilët na kanë sqaruar hadithet profetike, se përndryshe sa për neve, pasha Allah se këshëm kuptu hiq, o Allah se këshëm kuptu, edhe se këshëm di qysh mja dhonë as formën, as qysh mi lidh, as kur gjon, mi po mirësi prej Allah që çdo herë lën njerëz të cilët i sqarojnë ajetet kuranore edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Unë për këtë vëllezër duhet m'ia ditë vallahi shumë vlerën dietare, shumë. Dietarët janë vëllezër sikur se yjet, vallahi. Janë sikur se shiu, janë s'ka shka më fol për ta vallahi. Përderisa janë trashëgimtar pejgamberëve, s'ka më fol më shumë. Më thonë pejgamber s'ka lënë as dinar as dirhem. Çka kanë lënë? Dije. Djetarët e kanë marrë që dije edhe kanë trashëgu, edhe kanë përcjell të na. Na veç për marrëm hazër, që shpes qarojnë ata. Ata e njerësi, të janë lodhe, pa gjume, me gjume, ashtu kështu, vetëm për marrë feja dhe këtu lezë. Duke fillu nga shok të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah na bashkon në xhenet me ta, selef të deri të dietari i fundi që është në këtë umet sot që është gjallë. Allah shpërblet që të gjithë. Po ashtu të Buhariu dhe Muslimi shënohet nga Xhabir, Allah që qoftë i kënaqur me të, se ai duke treguar rreth ndaljes së shpalljes për një kohë, thotë: Gjersa isha duke ecur, e dëgjova një zë nga qielli, e deri në fund të hadithit. Në hadith është përmendur, Allah i lartësuar e zbriti, o ti mbështjell, o Muhammed, qohu dhe paralajmëro, e deri te fjala e tij dhe largohu nga ndyrësia, pra adhurimi i idhujve. Ka disa ajete, them fjalët e Ibn Uthayminit, ka disa ajete që thuhet për të janë të parat që kanë zbritur.
E për qëllim është duke marrë në konsiderat diçka konkrete. Pra është të folë për diçka konkrete, edhe dikush mund me menu që është të folë për diçka tjetër. Mi po ai për shembull mund është me thonë në herë, sikur që kishë pezojna, ka ndodhur dy raste afër për shembull diçka, dikush është të folë për një temë tjetër, thot ajetet parë të cilat kanë zbrit, ama është të folë për një temë tjetër. Kështu që duhet me i kuptu senet ashtu siç duhet, nga se çish e dini vllazni, që hadithet profetike nuk bin kur ndesh njëra me tjetrën, apo. Kështu që duhet çdo hadith me qit në vendin e vet. Njëri për dietar nuk më kujtohet vllazni, ka thonë të gjitha ajetet apo hadithet të cilat në pamjen e dukshme duket që kanë kundërshti, i kam sfidu njerëzit 40 vite që dikush me ardhë edhe me mësjell vetëm se ja kisha sqaruar ato. 40 vite i kam sfidu njerëzit që me ardhë dikush me argumente fetare të cilat pamjen e dukshme doken që kanë kundërshtim, mirë po askush nuk ka shku për me ja përmend. Kështu që konsiderohet si e parë e kushtëzuar. Pra, si ajetet e para mi po të kushtëzuara për një rast konkret. Kjo është për qëllim. Sikur se hadithi i Xhabirit, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili shënohet te Buhariu dhe Muslimi, se Abu Salama ibn Abdurrahmani e pyeti atë, cilat ajete kanë zbritur së pari? Na shka tham, sipas hadithit, 5 ajet e parë të surës Al-Alaq, apo. Xhabiri tha, o ti mbështjell. Çka i thot Xhabiri? Për pas ajetet e parë të surës Al-Muddathir. Xhabiri është sahabi prej sahabive. Pjethet Abu Salama më kanë treguar se është lexo me emrin e Zotit tënd i cili krijoi. Xhabiri tha, nuk po të tregoj vetëm sa atë që ka thënë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kam qëndruar në Hira, e kur e kreva qëndrimin tim, atëherë zbrita. Mirë vllazni, koncentronu. Kam qëndruar në Hira, apo. Kur e kreva qëndrimin tim, atëherë zbrita. Çka i bën mas zbritjes, i kanë zbrit ajetet tjera. Surës Al-Alaq kur i zbritën? Duke qenë, e jo pasi që ka zbrit. E deri në fund të hadithit. Aty është përmendur, shkova te Khadija dhe i thash, më mbuloni dhe më hidhni ujë të ftohtë. Nga se njëri kur është ka ndaj stres ose ndaj breng ose diçka, do të thonë nxehet trupi, kështu që me ujë të ftohtë e largon atë brengën. Edhe me ekipo kanë një dikush kur të kona e si, thot mlomni, se ja largon atë brengën që ka. Aty mu zbrit, o ti mbështjell, pra pasi që ka zbrit prej Hiras. E deri ajeti dhe largohu nga ndyrësia. Pra, këtë fillim të zbritjes, të cilën e ka përmend Xhabiri, Allah qoftë i kënaqur me të, është për qëllim marrje në konsiderat e asaj që ka zbritur pas ndaljes së shpalljes për një kohë, ose asaj që ka zbritur që pejgamberi të konsiderohet i dërguar. Nga se vllazni që shedini, a ka dallim mes pejgamberit edhe mes të dërguarit apo jo? Cili është dallimi mes nebi edhe rasul? Nebi pejgamber, rasul i bjen i dërguar. Domethënë nebi, domethënë si lajmëtar. Rasul prej mesazhit hynor. Çfarë dallimi ka mes nebi edhe rasul? Se tash Ibn Uthaymini po thot, Xhabiri ka dashur me tregu që me këto ajetet, të cilat janë të parat sipas Xhabirit, nuk është që me to është bë pejgamber, mirë po është bë rasul. Mo për këtë dietarët që ka përmendur edhe Ibn Uthaymini, kanë thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bë pejgamber lajmëtar me çka? Me surën Iqra. Dhe është bë i dërguar me surën El-Muddathir.
Mirë, cili është dallimi mes nebi lajmëtar edhe mes rasul i dërguar? A din dikush? Këta që dhe që ndërgu për me thirë njerëz në fe dhe këtu që ka zbrit në libër. Këta e vazhdojnë do rrugën e pejgamberëve. Këta që Nebi është, edhe pse është çështje mos pajtimit e dietarë kanë përmendur disa fjalë. Mirë, po nebi është ai i cili është dërgu te një popull besimtar. Edhe punon me shariatin e pejgamberit të kaluar. Kurse rasul është ati të cilit i vjen një shariat i ri, edhe është qu edhe te populli jo besimtar. Është edhe te populli jo besimtar. Për shembull Ademi alayhis salam është i dërguar vetëm nebi. Nebi, pse? Te cili popull u dërgu? Besimtar. Nuk ka pas, domethënë deri kohën e Nuhit alayhis salam s'ka pas shirk hiç. A kuptu dallimin? Domethënë nebi është ai, për ata kur thotë për shembull pejgamber ka për shembull shumë, ama të dërguar për shembull kështu. Që ato është ky dallimi. Pra nebi lajmëtar ose pejgamber është ai i cili është dërguar te një popull besimtar. Edhe nuk ka ardhur me një shariat të ri. Kurse rasul është ai i cili është dërguar te populli jo besimtar me një shariat të ri, Pra, pejgamberi është bërë pejgamber lajmëtar me surën El-Alaq, kurse është bërë i dërguar me surën El-Muddathir. Zbritja Kur'anit me shkak edhe pa shkak. Pra vllazni, plot ajete kuranore i shohish ka shkak sepse ka zbrit. Shumë ka ndodhur një ngjarje ose diçka tash do t'i përmenim, edhe ka shkaqe, edhe ka raste nuk ka zbrit pa shkak hiç. Vetëm kanë zbrit si ajete kuranore për sqarime, për shkak të përgjithshme. Ama nuk ka zbrit për një shkak. Pra zbritja e Kuranit vllazni ndodh në dy pjesë. Pjesa e parë zbritje pa shkak. Kjo formë është kur nuk ka ndonjë shkak për zbritjen e ajeteve. Shumica e ajeteve në Kur'an kanë zbritur në këtë formë. Pra nuk ka shkak sepse kanë zbrit. Shumica e ajeteve. Për tyre është fjala Allah të lartësuar, ka nga ata hipokrit që kanë bërë beslidhje me Allahun, duke thënë: nëse ai na jep nga dhuntitë e tij, sigurisht që do të japim lëmosh dhe sigurisht që do të bëhemi njerëz të mirë. E deri në fund të ajeteve. Ato kanë zbritur për gjendjen e disa hipokritëve pa ndonjë shkak. Pra nuk ka pas ndonjë shkak që me zbrit, për shembull ka ndodhur diçka në kohën e pejgamberit sallam, si shkak e kësaj ka zbrit, pra pa shkak. Sa i përket asaj që është e njohur se ka zbritur rreth Tha'laba ibn Hatib, lidhur me një ngjarje të gjatë, të cilën e përmendin shumë prej komentuesve të Kuranit dhe e përhapin shumë prej këshilluesve, është një gjë e dobët dhe s'ka saktësi. Pra, nuk ka saktësi se ky ajet ka zbritur për Tha'laba ibn Hatib. Pjesa e dytë, zbritje me shkak. Pra, kanë zbritur ajete për disa shkaqe që kanë pasur nevojë të zbresin ajete për to. Shkak mund të jetë, për shembull, një pyetje që parashtrohet. Dikush për shembull ose mushrik, ose për shembull musliman mund të pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një çështje, kështu që Allah rastul i zbret ajete që me sqaruese kështu e kështu është çështja. Si për shembull, të pyesin ty o Muhammed për hënat e reja, thuajo. Pra kanë pyet pejgamberin për hënat e reja, Allah rastul ka zbrit ajet kuranor. Thuajo, ato janë për njerëzit shenja përcaktuese të kohës dhe të haxhillëkut. E dyta, një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që ka pasur nevojë për sqarim edhe paralajmërim. Sikur se fjala Allah të lartësuar, nëse i pyet, ata do të përgjigjen, ne vetëm po bënim shaka dhe po luanim. Këto dy ajete kanë zbritur për një burr prej hipokritëve,
i cili ka thënë në një rast në luftën e Tebukut: nuk kemi parë sikurse këta lexuesit tanë, më barkëmdhënë, e as më gënjeshtar, e as më frikacak gjatë përballjes me armikun. Pra kishte për qëllim të dërguarin Allah sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Kjo gjë i arriti të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam dhe zbritën ajete kuranore për këtë rast. Ky burr erdhi të justifikohej tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ai ju përgjigje me fjalën e Allahut të lartësuar: "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un." Thuaj, a mos vallë me Allahun, shpalli dhe të dërguarin e tij po tallani? La ta'tadhiru, mos u justifikoni. Pra, që ky viki në stop, oj dërguar Allahut, kom dosh me bëha i garë, nuk kom pas pranime, kësi raste. Kjo vëllezër, po ashtu një dobi që mund të marr për kësajna, nëse dikush e din për një vepër që është kufër i qartë, për shembull, e din që është haram, e din për shembull që s'bën me bëj ato, ama se din që është kufër. Edhe një herë, një vepër që është kufër në sheriat, është kufër i qartë. Edhe dikush nuk e din që është kufër, ama shka e din që është haram. Për shembull, plot për njerëzve të na, as nuk e din kufri shkon si kufër, apo me thon shka kufri, a din me ta shpjegu shka kufri? Se din. Apo mirë, mi thon për shembull atina, a bën me shojt Allahun? Thotë ja, s'ban, qysh me shojt Zotin, apo na pi besojnë aksi mohabet, apo mirë. E din që është haram, apo mirë. A kushtohet që ky personi që me besu që tonë shka thot si kufër, që me dal për fesë apo jo? Pse? Sheikhul Islami ka thonë, për rastin e këtij hipokriti, ka thonë, e ka di që është haram, mirë po nuk ka di që është kufër. Me gjitha ta, Allah lartësuar nuk i ka justifiku. Që mund e marrë si regull. Sa ki po ka njerë këta mërzgjit shka mënohen, çdo mënohen me qitë kushte, shka më mbyll të gjitha rrugët e tekfirit. Do të thonë, kur mos më nxjerr njërin për fesë, po marr parasysh çka ban. Do të thonë çështje të qarta të fesë, sikurse kjo për shembull, ngase çdo njëri për neve dina, nuk ka nevojë dikujt më thonë, a ki di që duhet më respektu për shembull fen mos më shojt Allahun apo jo? Ka nevojë për sqarim këtu? Jo. Ka sene diçka mund më kanë në sheft ose diçka, mirë, ato janë sene qarta që s'ka shëtim për kërkan. Më kanë me shojt babën e vet ose me shojt dikan, nuk thot kur gjë, me shojt Allahun se pas ka dita, apo nëse ka pas veç edukat keq ose ja, të smirën parasysh. Që unë më thon si rregull, nuk kushtohet njohja e një veprës që është kufër i qartë që me di që është kufër. Mjafton me di që është haram, edhe nuk ban me ban, më thonë, është vepër e shëmtuar. Treta, një vepër që ka ndodhur dhe ka nevojë të njihet gjykimi për ta. Sikur se fjala Allah të lartësuar, Allahu i ka dëgjuar fjalët e asaj që diskutoi me ty për burrin e vet dhe ju ankua atij. Allahu e dëgjoi bisedën tuaj, sepse ai dëgjon dhe sheh gjithçka. Pra është për qëllim për rastin e sahabikës, që burri vet i ka thonë që shpina jote është bën si shpina e nënës tem. Kjo është dhihar në gjuhën arabe, quhet. Dhihar është marrë prej dhahrit, dhahr i thonë shpinës. Sikur se me një fjalë, sikur se ti, si nëna jeme, të njëjtin gjykim e keni. Më thonë qysh nuk më lejohet për shembull mja pa nënës tem në shpinë, apo atëherë edhe ti më ke bën sikur se haram me një fjalë, apo E për këta Allah lartësuar ka zbritur ajete kuranore që tregojnë se çka duhet më bëj për personin i cili don më u pendu për kësaj fjale që e ka thënë. Që ka ndodhur në rast edhe ka pas nevojë me audit gjykimi për këta. Që Allah lartësuar i ka tregu pra dispozita në lidhje me këtë çështje. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.